Mr. Aliu, çfarë mendon ti për këto formacionet? Kush do luaj? Kush është më Me pare punës 80% e formacionit është e salduar. Si e salduar? E salduar, ma se dihen emrat që do luajnë 80% pozicioneve. Me elektroda apo me oksigjen? Me çfarë dush ti? Me botox, për shembull. Si botox? Po, të plotëson botox. Okej. Edhe problemi qëndron që të analizosh një mënyrë loje se si do luash ti. Ti duhet kesh parasysh se si luan kundërshtari. Ajo është tabelë që u kanë vënë notat. Ju me takoj lej notat, qikoj lojtarët, paka shumë që të kujtojnë që lojtarët. Këdhe Tadic aty që lojtarët dhe Tadic që nuk është. Problemi qëndron që mënyra e lojës si aplikon lojën, se vendosja është qasja fillestare. Ikin ande majtas me Tadic e krosojnë janë formë lytë në ajer. Është me 3 sulmus aty, po ta kuptosh tamam, ato që thot Iliri. Altin. E kam parasysh lojën e Tadicit, se si luan Tadic, e Tadic është lojtar që e merr topin me shpinë nga porta, vete nënsore nga krau majt, pastaj futet nga qendra, nuk është lojtar që të vrapon dhe të merr fundoren për të hedhë pasin final, ta marrësh nga vija fundore e jotja. Është ekip që zbret gradualisht. Po prandaj se kam bën këtë sepse kjo është loja, po këtë ndeshje s'është grumullu. Dakord. Kjo, aty është loja e... Ti do ndërtosh lojën tënde mbi bazë... Ata e kanë lojën të Tadic, po këtë një avantazh është që s'është grumullu këtë ndeshje. Çfarë rëndësie ka, domethënë ata do luajnë. Po. Vjen Tadic, nuk vjen Tadic, do çfarë doj, ata do luajnë, ndeshja do bëhet. Po pra, diskutohet e Serbia ka një shkollë futbolli. Ka një model të luajtjes, ka diçka të trashëguar, më korrigjon nëse jam gabim. Dhe mënyra e të luajturit e shkollës jugoslave apo serbe i themi të futbollit është ka pas nota braziliane shumë futbolli. Një mënyrë e lehtësueshme loje nga ne, sepse ne e njohim se si luan Serbia. Kjo do vendos shumë pika mbi formacionin tonë dhe mënyrën tonë të rreshtimi. Se nuk jemi ne ata që do e dominojmë fushën, do imponojmë lojën tonë. Kisa dhe një intervistë i trajnerit Partizanit. Nuk jemi ne ata që do dominojmë çarkullimin. Shqiptarët mund të jenë më të shpejtë se ne në fushën e lojës, kanë karakteristika. Kjo me mund, kjo pa mund. Po bjërë me ta kont me tani dhe tani... Kur ma ndërpret menimin se çfarë... Po i më sa për ndërpresur mendimin, unë ta ushqej mendimin. Edhe me idera tjera dhe që mendojnë ata, ta ushqej. Me që fa ish trajneri Partizanit. Pse? Po se s'mën punë. Po bjërë më ta hynë neve, sepse jeni media. Bëj analizën time, mos e të... Kur më pyet mua... A ketë njëjtin mendim, thash, prandaj? Me ato të Partizanit, jo. Se ka mendimin tim, s'ka si ta kemi të dy isaj. Në rregull. Edhe, ne nuk jemi ekipi që do dominojmë fushën e futbollit. Do dominojmë lojën me qarkullimin e topit, do marrim metra gradualisht, jo, nuk jemi ne. Ekipi sërb e ka më të zhvilluar kulturën e qarkullimit topit. Asaj nuk i dihet që të bësh lojën, që të qarkullosh të mash ti topin në kontrol, që të mash topin ti në kontrol, nuk duhet kesh 4-4-us më fush ti, specialist futbolli, që më fut 4-4-us, më fut 4-4-us, Astani është fantazist, Astani është fantazist. Sigurisht, po si të luaj mas 2 pykave, kur e ke pa? Astani e lu topin lojtar. Pa tjetër, Veti do të kundërshtoj fort, sepse vetëm për një logjik, më fali ti, vetëm për një logjik, kur ekipi... Luj tjetër, më luj Bajrami, për sistemin. Kur ka luajtur me 4-3-1-2 trajneri jonë kombëtar. Asnjëherë. Atëherë si mund të luajë sot? Po mund lozit të ndeshje. Po absolutisht jo. Nuk bëjmë prova me Serbin. Me 3 lozi me 3 lozi. Ja dy çek me Mehmetin, po Mehmet. 4-3-3. 4-3-3. Po pra, po ashtu dele 4-3-3, po ta lexosh. Ajo si vendosi sistemi Roma, thot Zhuba, sistemi Roma. Jo, nuk del sistemi Roma 4-3-3 pa winger. Si pa winger ma? Pa winger, më kush do të luajë winger? Kush do të luajë winger, Ramadani apo Asani? Se nuk thanë që do lozi fiksa ashtu. Asanin, Hoxhën, brojen në sulm. Këdo di këdo? Hoxha, Asani, broja. Jo, mund lozi dhe Muçi. Do Hoxha në fushën e lojës, ha? Flak Hoxha. Shiko se mund lozi dhe Asani nga ana tjetër. Altin. Dhe brojen e do sipër. Sistemi e ndihmon që mund të jetë Muçi në atë pozicion dhe Aslani të riqet më mbrapa.
Dhe po u fut Muçin atë lloj sistemi me Brojën që e njeh shumë i lojën se kanë lozur që nga unë 19-ta me pasin më kanë thënë është fantastik për më kanë thënë sa specialistë më ka thënë Bashkim Tufa. Si nuk provoj njërë, besoj Bashkimi ka vite eksperiencë gazetari, si nuk provoj njërë Muçi Broja. Do jetë dyshja, po se ka provu më të bëm 5 vjetë. Si se provoj njërë, sot, ata bëjnë dyshjen më të bukur të lojës sulmuese, Muçi Broja. Nuk luajmë dot me dy sulmuese. Muçi Broja, Muçi luan sora, ku diuni të brapa. Po me andorën më zëmë, jo me servisin.